Nuk ka vendime. Kjo është formula e përdorur në Bruksel për të përshkruar qëndrimin e zgjedhur të Evropës përballë ofensivës ruse në Ukrainë. Një rrezik paralize që u materializua qartë të premten e kaluar pasdite në Berlin gjatë samitit të G5-s. Edhe midis 5 vendave që mbështesnin më shumë Kievin, nuk pati asnjë reagim të menjëhershëm ndaj avancimit rus. Edhe në atë rast dolën disa divergjenca, si Italia nuk e fsheu një farë hezitimi, edhe për shkak të dyshimeve që kishin lindur brenda shumicës qeverisëse dhe konkretisht brenda lidhjes së Matteo Salvinit. Komisioni Evropian pritet të formulojë një strategji ligjore në ditët në vijim për të shfrytzuar në mënyrë të sigurt pusin e aseteve të Moskës të ngrira në kontinentin e vjetër. Dhe më pas vendimi do t'i lihet Këshillit Evropian në fund të dhjetorit. Megjithatë, deri atëherë, Bashkimi Evropian nuk duket i gatshëm të bëjë asgjë tjetër, sepse asnjë nga shtetet anëtare nuk e di me siguri nëse do duhet të buxhetojnë burime shtesë për vitin 2026 për të mbështetur Kievin. Në përgjigje të kërkesave të Volodymyr Zelenskit për ndihmë, është Gjermania dhe Franca në veçantë që po përgjigjen vazhdimisht. Nuk është rastësi që i vetmi mesazh konkret i dërguar nga grupi i pesëshëve ka të bëjë me bashkëpunimin e partnerëve euroatlantik, duke forcuar lidhjet midis industrive të tyre për kacse të mbrojtjes dhe duke shkurtuar burokracinë e prokurimit dhe pastaj angazhimin për të mbrojtur nga sulmet hibride të Moskës. Këto nuk mund të shihen si një normalitet i ri. E vërteta, tha përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Kaja Kallas në një video mesazh në maratonën e paqes të organizuar në Rom nga Sindikata Italiane e Punëtorëve, është se nëse fillojmë të investojmë në mbrojtje kur kemi vërtet nevojë për të, është tashmë tepër vonë dhe është ende tepër vonë sot. Nëse duam paqe, duhet të përgatitemi për luftë, dhe nëse nuk jemi të përgatitur, do të rrezikojmë çdo euro që shpenzojmë për shkolla, spitale dhe sektorin kulturor. Në të njëjtën kohë, NATO dhe Bashkimi Evropian po mbështeten në idenë se ofensiva ushtarake e Putin mund të përfundojë në ditët në vijim. Dimri ka ngadalësuar vazhdimisht operacionet ruse dhe kjo duhet u jap furnizimeve europiane kohë për të fituar vrull pas kësaj periudhe stagnacioni.